Muaji maj në Fier pritet të nisë me një fushat ndërgjegjësuese deri edhe kontrollesh për kushtet e sigurisë në punë. Zyra e Inspektoriatit të Fierit bëri të ditur se maji do të jetë muaj intensiv për inspektorët të cilët do ta përqendrojnë fushatën për sigurinë në punë, kryesisht në sektorin privat, por edhe në shoqëritë aksionere me pronar shtetin si Alpetrol. Teksa punëtorët pushojnë në ditën ndërkombëtare të tyre në Fier, pensionistët kujtojnë si një maj kremtoi masivisht me parada dhe demonstrime. Megjithatë nuk ishte protesta, këto aktivitete promovonin të drejtat e punëtorëve më tepër se në ditët e sotme. Unë kam qenë mësues. Merja nxënësit edhe kalonim nëpër vende të ndryshme, shëtitje, keng, valle, bënim atëre neve, edhe kalojmë shumë mirë. Domethënë punëtorët që ishin klasa punëtore në krye. Edhe e bën. Nuk shikoj gjë fare. Sot nuk ka. Që do ishin punëtorë, unë nuk shikoj punëtorë, se s'ka as uzina, as fabrika kisha, sot u kishte 10.000 punëtorë. 10.000 punëtore kishte. Sot punojnë për vete, edhe nuk duket dikuni se as argëtim as gjë për gjë. Ndryshe. Njerëzit dilin, shetisnin, ndërsa sot ka ndryshuar. Për atë kohë neve nuk kish as protesta, kish vetëm manifestime. Manifestimet beshin dilin në nxirin e armatimin. Domethënë që neve për treguar forcën e shtetit. Po, ja shikoni si kemi raketët ne. Ishte më ndryshe. Jo si sot ja ku i ke njerëzit atë. S'ka fare. Atëherë ishte çdo gjë, kishte lezzet. Dhënat e fundit të inspektoriatit tregojnë se në Fier pjesa dërmuese e subjekteve që janë gjetur me shkelje të kodit të punës gjatë vitit 2025 dhe në vazhdim, shpërfillin ose nuk zbatojnë kushtet e sigurisë teknike. Inspektoriati i punës pezulloi 23 subjekte gjatë vitit 2025 dhe është duke mbyllur procesin e inspektimit për 40 subjekte të tjera. Shkeljet janë gjetur në sektorin e tregtisë, ndërtimit dhe atij fason. Mbi 320 subjekte u inspektuan për vitin 2025 në qarkun e Fierit. Shkeljet variojnë nga marrëdhëniet e punës, pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, kushtet dhe siguria, deri te dyshimi për diskriminim. Në qarkun e Fierit ushtrojnë aktivitet 9.508 subjekte, kur përfshihen ato private, endet shtetërore si bashkitë, strukturat e tjera drejtuese dhe OJF. Të gjithë janë subjekte kontrolleve të Inspektoriatit të Punës, gjithsej nga 370 subjekte të kontrolluara, pothuajse 90% e tyre janë gjetur me shkelje, si vonesa e pagave dhe kontributeve, kushtet e sigurisë dhe shëndetit në punë, diskriminim dhe trajtim i papërshtatshëm.